Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Dhe ja ku jemi. Dhe ja ku jemi. Për të bërë atë llafin që the ti, pa vrima, pa pesticide, me shumë dashuri, të pa bërë në buzë, domethënë të pa bërë nga buzët, dhe ku gjithë gjërat që tham gjatë kësaj mbrëmjeje, neve jemi përpjekur të kemi në trupin ton, ose të mos i kemi. Blerina, kaq të vërtet jemi, po. Të ka marrë malli për Tajlandën? S'kam qenë asnjëherë, po më ka marrë. Un kam qenë dhe më ka marrë, pra. Po shkove, do të tregoj një restorant. Restoranti nuk e hap kur derën. Po nga hyn ti? Nga Kangjellat. Nga? Kangjellat. Ue? Po. Dhe po futen nga Kangjellat do bën dhe ulje një 30%. Po çfarë sfide është kjo? Sepse sfida është që aty hyn vetëm njerëz të holl dhe që han pak. Ah, okay, e kuptova. Pastaj nëse i trash të hapin derën se mos mendoj që nuk do të marrin lekët. Desh më le pa shkuar në Tajland, domethënë. Me këtë lajm gati hoqa dorë nga ëndra ime, po jo, shqyr që më hap kanë derën. Un pash dhe videon për kacet të restorantit dhe i kishte Kangjellat, po Kangjellat i kishte po themi me gjërsi të ndryshme dhe thoshte, po ty ajo që ishte me 30% ulje unë mezi fuca këmbën, me sa pash, po e kishte me përqindje, për shembull, sa përqind ulje do hysh nga kjo Kangjellat këtu. Ua. Edhe shife më ti ato gra nga 50 vjeç do që përpiqeshin të holloheshin, të mpakeshin për të hyrë për të paguar më pak. Një mrekulli. Qëllimi final besoj ishte PR-i që kam pritur deri në Shqipëri dhe sapo më ndezi mua kuriozitetin për të shkuar. Unë jam gati të harxoj 1500 euro bilet vetëm për të parë këtë restorantin aty. Mirë, ne kemi mbritur në fund, do të largohemi, do t'ju lëm për të fundit javë me Elonën edhe Big Brother Radio. Ka pasur 4 teleminuar, kështu që nuk e di se çka përgatitur Elona, se nuk e dim. Të bëj si delfin. Ose si bulk. Ne kthehemi mbas një jave bashkë me Blerinën në këtë studio në Sot nuk është e hënë. Puç.